Presidenca e Kosovës ka reaguar me urgjencë pas deklaratës së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka thënë të premten se të gjithë po përgatiten për luftë dhe se Kosova po përpiqet ta përdorë këtë kohë para luftës për t'i bindur shumicën e shteteve europiane dhe vendet e NATO-s që t'ja mbajnë anën Prishtinës. Në reagimin e presidencës thuhet se thirrjet e pamatura të Aleksandar Vučićit për luftë janë një jehon e rrezikshme e kapitujve më të errët të historisë së afërt, pavarësisht viteve të angazhimit të palodhur amerikan dhe europian për të shtruar rrugën drejt një paqeje të qëndrueshme. Vučići po i tregon botës se nuk e ka zgjedhur rrugën e pajtimit. Në vend që të kthej faqen, Vučić dhe regjimi i tij po flirtojnë sërish me të njëjtat fantazi shkatërrimtare që dikur shkatëruan mira jetë të pafajshme, thuhet në reagimin e presidencës. Më tej, thuhet se ky skenar është parë më herët në kohën e Miloševićit. Në vitet 1990, Slobodan Milošević zgjodhi luftën gjenocidale si mjetin e tij të fundit të dëshpëruar për të mbajtur pushtetin në Jugosllavi. Ai ushtroi dhunë njerëzore në Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në fund në Kosovë, të gjitha të dokumentuara me kujdes për ta parë bota. Përmes makinerisë të tij propagandistike me Vučićin si shef të propagandës, ai ndezi urrëtitjen e cila çoi në vrasje sistematike, varreza masive, shkatërim dhe izolimin më të thellë të Serbisë. Pushteti i tij përfundoi me turp, u rrëzua nga populli i vet, u gjykua si kriminal lufte dhe mbahet mend si njeriu që e çoi kombin e tij drejt rënimit dhe si kasapi i Ballkanit. Vijon reagimi. Presidenca thekson se tani Vučići duket se beson se mund ta ringjallë të njëjtën formulë elmuese, të nxjisë konflikte, të rrezikojë jetë dhe të besojë se gjakderdhja do ta mbajë në pushtet. Por historia është e qartë dhe pamëshirshme. Miloševići dështoi dhe po ashtu do të dështojë edhe Vučići, bëhet e ditur në njoftim. Më tutje presidenca e Kosovës shton se lufta nuk është një mjet udhëheqje. Lufta është strijimi i fundit i liderëve që kanë humbur legitimitetin, që nuk mund të frymëzojnë me vizion dhe që nuk shohin asnjë rrugë përpara, veçse përmes shkatrimit. Kosova nga ana tjetër ka zgjedhur paqen të cilën do ta mbrojë me çdo kusht. Autoritetet e Kosovës presin të shfrytëzojnë mundësinë e tyre në këtë periudhë para luftës, në të cilën ndodhet bota dhe të fitojnë shumicën e vendeve të NATO-s dhe Evropës kundër Serbisë, por autoritetet serbe nuk do t'ua japin atyre këtë kënaqësi dhe mundësi. Kështu tha sot presidenti serb Aleksandar Vučić, duke udhëtuar me trenin e shpejt Subotica-Novi Sad. Ai tutje shtoi se askush nuk i dëgjon më akuzat e Vjosa Osmanit, por persekutimi i popullit serb në Kosovë sipas tij është diçka reale që po ndodh. Askush nuk e beson dhe nuk e dëgjon më. Kështu ju përgjigj Vučić komenteve të Osmanit, e cila tha se Serbia përdor taktika destabilizuese dhe se siguria e Europës varet nga Ballkani Perëndimor. Osmani tha këtë një ditë më parë në samitin e udhëheqësve të Komunitetit Politik Evropian në kryeqytetin danez, një ngjarje në të cilën mori pjesë edhe Vučić, i cili në një skenë u pa i lënë mënjan nga lideret e tjerë të Europës. Tani që gënjyen me ato dronë, njerëzit qeshin me ta. Mund të gënjesh një herë, 2 herë, herën e tretë, nuk mund të gënjesh askënd. Më besoni, askush nuk e dëgjon më këtë, absolutisht askush. Nuk ka ndonjë filozofi të madhe atje, por ata do të vazhdojnë me persekutimin e serbëve, u tha Vučić ekipeve mediatike që e shoqëronin në tren nga Novi Sadi për në Suboticë. Dhe kur bëhet fjalë për persekutimin e serbëve, ai përmendi si persekutimin e tentuar ashtu dhe atë aktual të popullit serb, sepse ata sipas tij nuk mund të kenë asnjë politik tjetër. Dhe me provokimet duke pritur që ata ta përdorin këtë kohën e para luftës. Unë po flas hapur për këtë, sepse e di që lufta po vjen, kështu që në këtë kohë të para luftës, që ata përdorin mundësinë e tyre dhe se kanë shumicën e vendeve të NATO-s dhe Europës kundër Serbisë, ne nuk do t'ua japim atyre atë mundësi, tha Vučić.